Selvia Jao, ish gruaja e shpatkasapit, reagoi me një postim në Instagramin e saj. Ajo ka ndarë të gjitha detajet e dhimbshme. Ndrove jetë në krahët e mi o jetë, sa të lumtur ishim që më në fund Aurelit po i bëheshin dokumentat në Itali, që të mund të çonim sa më shpejt te logopedet më të mirë. Sa jemi lodhur, sa jemi stresuar dhe askush nuk e di. Sa të afërt kemi qenë sa bashkëpunues në privatësinë tonë, duke shijuar rritjen dhe zhvillimin e Aurelit. Nuk pritet ta dëgjoja duke të thirrur babi, nuk pritet shpat, nxitove dhe na le këtu vetëm, pa ty. E le Aurelit një tim o shpat, në kohën ku më së shumti kishte nevojë për ty, në kohën kur duart e tuaj duheshin më shumë se kurrë. Si t'ja shpjegoj Aurelit që babi nuk është më? Më thoi gjithmonë se do më doje derisa vdekja të nëndante, por pse u ndave nga jeta në krahët e mi? Pse më kaput të zemrën kështu o jetë? Inshallah të komi në xhenet. Allahu të deshi pranë vetes, por unë me zipres të zgjohem nga gjumi dhe të jesh këtu për ne. Shkruaj ajo në profilin e saj në Instagram. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.